U rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë. Promovimi i veprës El Ihtiar, një nga shtyllat themelore të fikut Hanefi, përbën një ngjarje me rëndësi të veçantë shkencore, fetare dhe kulturore. Përkthimi i kësaj vepre klasike në gjuhën shqipe si projekt i përbashkët i Bashkisë Fetare Muslimane të Shqipërisë, Kosovës dhe ajo e Maqedonisë së Veriut dëshmon një pjekuri institucionale dhe një vizion të përbashkët për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë juridike islame. Dhe këtu me mua në studio kemi zotrin Mafiz Rustemi, njëkohësisht është edhe drejtori i sektorit për diasporë dhe mund të themi se edhe studiues i fushës islame. Përshëndetje zotrin Mafiz dhe mirë se erdhët në emisionin tonë në Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë mund të na thoni që javën që lan pas u promovua vepra El Ihtiar. Çfarë përshtatson kjo vepër në traditën juridike islame dhe pse konsiderohet kaq e rëndësishme? Me të vërtet java e kaluar ishte e veçantë për Bashkinë Islame të Maqedonisë së Veriut, por edhe bashkësi tjera islame, për arsye se u bë promovimi i një vepre e cila llogaritet si vepër bazë në medhepin Hanefi, sepse është mësuar vazhdimisht nëpër medreset gjatë shekujve, nëpër medreset islame, nëpër universitete, nëpër mexhliset e fikut dhe paraqet metodën e mendimit në medhepin Hanefi. Prandaj edhe kontributi që kjo vepër ka dhënë brenda medhepit Hanefi është shumë e madhe dhe është një nder i veçantë për neve që sot elhamdulillah ta kemi edhe në duart tona në gjuhën shqipe. Pra sot kjo vepër ju flet shqiptarëve musliman në trojet tona. Kontributi i kësaj vepre është shumë i madh, siç tham, në brenda medhepit Hanefi, për arsye se fillimisht kjo vepër për dallim prej veprave tjera vendos arsyetimin e normës si pjesë të pandashme të fikut Hanefi. Pra zakonisht autori brenda ihtiarit nuk na tregon vetëm se çka është dispozita, por edhe na tregon pse është dispozita e tillë, që kjo e dallon nga vepra tjera dhe sikur ka sjell një revolucion brenda medhepit Hanefi. Gjithashtu kjo vepër ka sjell kontribut të madh në medhepin Hanefi për arsye se ndërton metodën e dialogut. Pra nuk është një vepër e cila është sektare, nuk është një vepër e cila është e ngurtë, është vetëm medhebore, por shpesh ngrit edhe dialog. Qoftë dialog mes Ebu Hanifës, që është themeluesi i medhepit Hanefi dhe nxënësve të tij, po shpeshherë e sjell afër edhe Ebu Hanifën me Imam Shafiun, që është për shembull themeluesi i medhepit Shafi, bën dialog mes medhepeve, ose Ebu Jusufin, nxënësin e Ebu Hanifës, me Imam Malikun, që është themeluesi i medhepit Maliki. Pra krijon një debat shumë të fritshëm që realisht na bën me dije se pikërisht këtu qëndron edhe forca e medhepit Hanefi, në aftësinë e saj për të dialoguar, në aftësinë e saj për të ballafaquar me tjerët dhe në aftësinë e saj për të argumentuar me medhepet tjera. Dhe kjo pra është një kontribut i fuqishëm që kjo vepër e ka sjell brenda medhepit Hanefi dhe gjithashtu ky dialog sikur ka ndërtuar edhe një kulturë juridike në shoqërinë islame. Pra dhe kjo ka qenë arsyeja pse kjo vepër është mësuar si shtam në përshkolla, në për universitete dhe me këtë vepër janë trajnuar edhe kadit, edhe muftit, sepse metoda e kësaj vepre është universale dhe logjika që përdoret brenda kësaj vepre është e pranueshme nga gjithë. Dhe kjo është ajo që e bën të veçantë këtë vepër dhe pikërisht për shkak të vlerave që ajo i ka, bashkësitë islame ju qasën përkthimit të kësaj vepre dhe për ta sjellë atë edhe për lexuesin shqiptar. Ju përmendët më herët medhhebin Hanefi. Çfarë është medhhebi Hanefi dhe pse ka pasur një rol kaq të qëndrueshëm, mund të themi, dhe përcaktues në historinë fetare të shqiptarëve? Zakonisht medhheb do të thonë metoda shkencore, ti e ndjek një jurist islam për të nxjerrur fetva ose vendime fetare duke u bazuar në argumente të veçanta që janë Kurani, Suneti, konsensuesi i dietarëve ose analogjia dhe duke ju përmbajtur rregullave të usuli fikut. Pra kjo është shkurtimisht definicioni i medhhepit. Pra nuk është medhhepi fraksion, nuk është medhhepi grupacion, po është një shkollë juridike që realisht na tregon se si duhet ne t'i nxjerrim fetvat ose vendimet islame dhe rregullat të cilat duhet t'i ndjekim në nxjerrjen e fetvave. Pra shkollat juridike, sikur neve na thirrin që të aftësohemi
për të nxjerrë fetva juridike dhe na ndalojnë që jo çdo kush të ketë mundësi të nxjerrë fetva, por duhet të jesh profesionalist në këtë fushë. Prandaj edhe disa herë njerëzit mendojnë se mëdhep është grupacion, është fraksion. Realisht mëdhepët mund t'i përshkruajmë sikur një xhami me 4 dyer, nga cilat derë që ti hyn, realisht ke hyrë në xhami. Edhe mëdhepët që i kemi neve, mëdhepi Hanifi, Shafi, Maliki dhe Hambeli, të gjitha këto janë të njëjta në parime, mirë po kanë mendime të ndryshme në disa çështje sekondare të jurisprudencës islame që nuk janë realisht të dëmshme, por vetëm se më shumë edhe e zbukurojnë mendimin islam dhe e bëjnë atë të jetë më elastik. Elhamdulillah, pra ne si shqiptarë e kemi tradicionalisht e kemi të ndjekur duke ndjekur mëdhepin Hanefi që e kemi trashëguar pra përmes kuptohet osmanlive, dhe jo vetëm ne, por edhe dije treta e botës islame e ndjekin pikërisht këtë mëdhep, për arsye si jep shumë përveç argumenteve bazë të islamit, pra Kuranit, Sunetit, i jep shumë hapësirë edhe logjikës që e bën të jetë më elastik dhe më i përshtatshëm për kohë dhe vende të ndryshme. Pra kjo është kuptimi i mëdhepit. Kuptimi i kësaj. Atëherë çfarë e dallon veprën el ihtiyar nga veprat e tjera të fikhut? A është kjo një vepër e destinuar vetëm për dietar apo ka vlerë edhe për lexuesit e zakonshëm? Zakonisht ihtiyari më shumë është për ata cilët merren me studimin e fikut Hanefi ose të dijeve islame, për arsye se forma ose metoda që e përdoren në të është më shumë e kësaj drejtimi. Mirë po, ajo që dallon, mendoj unë, ihtijarin nga veprat tjera të mëdhepit Hanefi është se zakonisht literaturën Hanefite mund të ndajmë në 3 faza. Faza e parë është literatura e cila përfshin metnin themelor të mëdhepit Hanefi. Pra kjo përbën themelin e mendimit ose original të mendimit Hanefi, e zakonisht këto literatura janë të thella shumë dhe janë të vështira për të kuptuar nga studentët fillestar e mos flasim më nga masa e gjerë. Pastaj faza e dytë e literaturës Hanefite është faza e përmbledhjes së tekstit. Pra këtu autorët janë munduar të përmbledhin tekstin Hanefit dhe të tregojnë, të shpjegojnë normat dhe dispozitat, mirë po shpesh herë atyre ju mungon edhe arsjetimi i dispozitës. Pra vetëm përmendin dispozita pa mos i arsjetuar ato. Dhe kjo shpesh herë, domethënë, janë kollaj të menaxhueshme për t'i mësuar, mirë po nuk janë edhe shumë fritdhënëse. Dhe pastaj faza e tretë e literaturës Hanefite është ajo e komentimit të tekstit. Pra këto janë ata cilët kanë shkuar, kanë komentuar deri në detaje tekstin e mëdhepit Hanefi, tekstin themelor, duke domethënë na nxjerrur vepra të cilët janë shumë voluminoze, shumë të mëdha, mirë po shpesh herë janë shumë të vështira për t'u mësuar ato. Dhe pikërisht ihtiyari qëndron këtu në mes. Pra ajo është më e thellë se sa veprat përmbledhëse, është më e shkurtë se sa veprat komentuese që janë, mirë po gjithashtu edhe është më metodike për në krahasim me veprat e kohës. Pra këtu ekuilibri që ka ihtiyari e bën atë të jetë e veçantë në mëdhepin Hanefi. Dhe mendoj se është shumë me vlerë që ne kemi arritur që ta kemi pikërisht edhe në gjuhën shqipe këtë. Zotëri Mavez, mund të na thuani se pse ishte i domosdoshëm përkthimi i kësaj vepre dhe duke pasur dhe çfarë bashkëllëku plotson pikërisht në literaturën tonë fetare? Përmendëm më herët se ne si shqiptarë, domethënë, ndjekim mëdhepin Hanefi prej nga pranimi i islamit. Mirë po, asnjëherë nuk kemi pasur fatin që të kemi qasje në literaturën bazë të këtij mëdhepi. Pra gjithmonë e kemi shpjeguar mëdhepin Hanefi në formë tradicionale, ose përmes ilmihaleve të shkurtë, ose përmes disa përkthimeve të pjesërishme. Mirë po, asnjëherë nuk kemi pasur një literaturë që është zemra e mëdhepit. Dhe fatkeqësisht domethënë është dashur që edhe imamët, edhe hoxhollarët, edhe studiuesit të kthehen kur kanë kërkuar studime domethënë islame që kanë të bëjnë me mëdhepin Hanefi, të kthehen dhe të kërkojnë nga burime të gjuhëve të huaja. Dhe sikur kohën e fundit jemi më shumë të përkushtuar në këtë drejtim, edhe studiues tjerë, po edhe bashkësitë fetare, që t'i sjellin besimtarit islam, musliman këtu në vendin tonë, po edhe studiuesve tonë,
t'ju sjellim literaturë që është prej bazave të medhhepit. Pra që ai mund ta mësojë medhhepin Hanefi në gjuhën e tij, që edhe studiuesit edhe imamit ketë mundësi të nxjerrë fetva dhe këshilla fetare nga medhhepi Hanefi në gjuhën e tij. Edhe studiuesi shqiptar të ketë mundësi që të ketë qasjen në literaturën hanefite në gjuhën e tij, ashtu siç për shembull edhe nacionalitetet tjera, domethënë kanë mundësi, sidomos ata që janë arab ose turkfolës, të nxjerrin fetva të medhhepit ose të bëjnë studime të medhhepit hanefi në gjuhët e tyre. Pra, kjo është ajo që neve mundohemi ta sjellim, që medhhepi hanefi, literatura bazë e medhhepit hanefi të jetë e përkthyer edhe në gjuhën shqipe, dhe realisht sikur e kthem një bosh të gjithë atyre hoxhollarëve, atyre dietarëve, alimëve të vjetër, të cilët me fanatizëm e kanë ruajtur medhhepin hanefi në trojet tona, përkundër gjitha vështirësive, përkundër mungesës së literaturës, përkundër mungesave tjera, përsëri ne kanë sjellur të pastër medhhepin hanefi dhe ne sikur e kemi obligim që ta ruajmë këtë dhe ta zhvillojmë edhe më tepër duke ndërtuar mbi atë që ata kanë ndërtuar, pra duke sjellur edhe literaturë që është edhe më bazike e medhhepit tonë. Dhe mendoj se është një emanet që duhet çuar në vend edhe më tej. Edhe më tej. Atëherë unë e potencova në fillim që janë bashkuar tre bashkitë fetare islame, nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Si lindi ideja, mund të na thoni, për të realizuar një projekt së bashku këta tre bashkitë fetare islame dhe çfarë mesazhi dërgon ky bashkëpunim për unitetin fetar dhe kulturor të shqiptarëve? Unë mendoj se, domethënë, uniteti i bashkive islame me projekte të përbashkëta nuk është ky i pari. Pra kemi pasur edhe bashkëpunime tjera. Për shembull, një prej tyre është Ilmihali i zgjeruar, që është i botuar nga tre bashkitë islame shqiptare. Pastaj kemi është në fazë edhe përkthimi i Sunenit të Ibn Maxhës, është përmbledhje hadithësh e Ibn Maxhës, që gjithashtu është projekt i përbashkët, dhe tani Ihtiari, apo një prej librave bazë të medhhepit hanefi, që është projekti tri bashkive islam, që tregon atë që e përmendet edhe ju në fillim, një pjekuri institucionale. Tregon se kur është në pyetje mbrojtja e trashëgimisë tonë fetare dhe kulturore, kur është në pyetje formimi edukativ i besimtarëve tonë, sidomos i imamëve tonë, dhe gjithashtu kur është në pyetje dhe organizimi udhëzimi sa më i mirë i të ardhmës tonë islame në këtë vend, atëherë bashkitë islame dinë të bashkohen, dinë të unifikohen dhe dinë të bashkëpunojnë, dhe padyshim se kjo është një akt strategjik, është një akt edhe fetar, por gjithashtu është edhe një akt i fuqishëm kombëtar. Prandaj edhe mendoj se këtë që e bëjmë bashkitë islame, unifikimi i tyre për çështje që janë me interes fetar, por edhe me interes kulturor e kombëtar, është një mesazh i fuqishëm që duhet ta bëjnë edhe institucionet tjera. Për arsye se kur është në pyetje, siç tha, mbrojtja e trashëgimisë tonë, mbrojtja e interesit tonë të përbashkët, atëherë padyshim se ne nuk shikojmë kufi, sepse ajo që na ndan neve, siç janë kufit, janë shumë më pak në krahasim me atë që neve na bashkojnë, si puna e gjuhës, kombit, fesë dhe traditës tonë. Prandaj kësaj pra i kemi vënë shumë rëndësi si bashki islam. Priten edhe bashkëpunime tjera mes këtyre tre bashkive fetare islame në të ardhmen? Sigurisht që po. Këto domethënë janë vetëm fillimi. Ne përveç domethënë botimeve kemi shumë bashkëpunime edhe në organizimin e konferencave të ndryshme shkencore, edhe punimeve tjera të cilat besoj se janë në interes të besimtarëve, në interes të përbashkët të besimtarëve shqiptarë, qofshin nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria, dhe këtë bashkëpunim duhet ta vazhdojmë për arsye se kemi obligim, siç tham, edhe fetar, por gjithashtu e kemi edhe obligim kombëtar që neve të jemi gjithmonë bashkë kur është në pyetje interes joni i përbashkët. Mund të na thuani se çfarë ndikimi pritet të ketë ky përkthim në edukimin fetar, në formimin e imamëve, studentëve dhe brezave të rinj? Kjo është, mendoj, pyetje shumë e rëndësishme, sepse zakonisht kur i qasësh një projekti, duhet ta dish se çka pret prej saj. Dhe unë mendoj se përkthimi i Ihtiarit në gjuhën shqipe do të kontribuojë shumë fuqishëm edhe në formimin e imamëve tonë, por edhe në formimin e besimtarëve tonë, sepse ne nuk mund të kemi ringritje, domethënë, të popullit tonë, ringritjen të vetdijes të popullit tonë, nëse nuk kemi literaturë e cila do ta bënte këtë gjë, nëse nuk kemi
një bazë shkencore për këtë gjë. Prandaj edhe besoj se sot është shumë e nevojshme që ne ta kemi ihtiarin në mesin tonë, sepse në e sjell paradigmën, në e sjell metodën e të menduarit. Jetojmë ne në një kohë kur zakonisht interpretimet juridike në mesin tonë janë gjendën në mes diskajeve, ose në ekstrem të ngurtësisë, ku teksti lexohet pa kontekst, pa shpirt, pa humanizëm, ose në ekstrem të relativizmit, ku ligji merret si çështje preferencash dhe më ligji e humb kuptimin. E pikërisht ihtiari qëndron këtu në mes. Pra na bën me dije neve se çka është norma, mirë po na e shpjegon edhe arsyen pas normës. Na e tregon neve tekstin, çka është teksti, mirë po gjithashtu edhe e ndërlidh atë me realitetin aktual. E mbron fuqishëm trashëgimin, mirë po gjithashtu e pranon edhe arsyetimin logjik, e pranon edhe terren. Dhe kjo është ajo, ky ekuilibër që e mban pra ihtiari, e bën atë që të jetë shumë i fuqishëm edhe në formimin edukativ të imamit, por edhe gjithashtu edhe të njerëzve cilët do ta lexojnë atë. Sepse siç tham, ne sot ballafaqohemi ndoshta me rrethana dhe me gjëra të reja që ndoshta ihtiari as që ka folur për ato gjëra. Problemet me cilat ballafaqohet shoqëria bashkëkohore nuk janë të njëjtat probleme me cilat është ballafaquar autori El Mousili në kohën kur e ka shkruar ihtiarin. Dhe ne nuk mund të presim përgjigje të gatshme nga kjo vepër për problemet me cilat ne ballafaqohemi sot, sepse siç thamë ne sot ballafaqohemi me pluralizëm, me globalizëm, ne jetojmë në vende të cilat kanë sisteme juridike të ndryshme nga ajo që është islame. Gjithashtu kemi për shembull probleme me asimilimin, me çështjet e integrimit, kemi probleme me mjekësinë bashkëkohore, me digitalizimin e jetës e kështu me radhë. Ndoshta për këto çështje ihtiari nuk flet, nuk na jep zgjidhje për këto probleme, mirë po ajo që e bën ihtiari është se na jep metodën se si t'i zgjidhim këto probleme. Pra metodën se si t'u qasemi këtyre problemeve, dhe kjo formë e edukimit që na ofron ihtiari është shumë e dobishme që ne për të përballur ne sot me problemet ose me vështirësitë me cilët ne mund të ballafaqohemi në jetën tonë. Pra është shumë e rëndësishme sepse na mëson metodën e të menduarit, na mëson, siç thamë më herët, edhe paradigma, na mëson arsyetimin e ligjeve, jo vetëm se çka është dispozita, por edhe pse është e atill, dhe na mëson si të mendojmë, si t'u qasemi problemeve, si t'i zgjidhim ato, dhe është shumë e rëndësishme kjo si një lloj formimi edukativ për imamin bashkëkohor. Duke pasur që është kaq e rëndësishme kjo vepër dhe për atë është përkthyer edhe në gjuhën shqipe për gjithë ata të cilët nuk e dinë gjuhën arabe. Atëherë zotëri Rustemi, duke qenë se ju jeni edhe drejtor për në sektorin për diasporën, si e vlerësoni rolin e diasporës shqiptare në projekte të tilla shkencore dhe fetare? Zakonisht për çështjen e diasporës kemi folur, diaspora është shpirti jonë dhe sa herë që të flitet për të nuk është se teprohet, sepse gjithmonë na dhemb ajo çështje. Mirëpo fal Zotit, me të vërtet diaspora ka arritur fuqishëm edhe të integrohet pra në shoqëritë ku ata jetojnë, por edhe të japin kontribut të fuqishëm edhe në sferën shkencore, qoftë kombëtare, qoftë edhe fetare. Dhe kjo është e mira. Pra ato jo që vetëm marrin nga shoqëritë ku jetojnë, por edhe japin edhe për ato shoqëri, japin shkencë, japin dije, por edhe japin shpeshherë edhe për ne këtu. Prandaj është ndoshta interesante për t'u përmendur se nuk ka edhe një muaj që ishim prezent në një simpozium shkencor. Ku kemi pasur drejt për drejt kryetarin e muslimanëve, komunitetit musliman në Gjenevë, ashtu mos gabofsha. Domethënë kemi pas në linjë të drejt për drejt në emisionin ton ku kemi folur pikërisht për simpoziumin e organizuar në Zvicër. Dhe kjo pra është një dëshmi se nivelit të lartë të organizimit të diasporës tonë në aspekt shkencor. Pra një simpozium i mrekullueshëm ku u bisedua për ndikimin e xhamisë në mbrojtjen ose rolin e xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar të shqiptarëve dhe të integrimit të tyre në shoqëritë ku ata jetojnë. Pra kjo tregon se me të vërtetë ata veçmë në aspekt shkencor janë shumë të zhvilluar, edhe bashkëpunimi jonë me ato është i vazhdueshëm. Ne mundohemi pra të japim nga përvoja jonë si bashkësi
fetare islame, por gjithashtu të animoj edhe të marrim nga përvoja dhe nga dija e tyre, sepse, si tham, ne jemi një trup, kemi një shpirt, kemi një dert, dhe bashkëpunimi në këtë drejtim është i paqetërsueshëm. Si qëndron aktualisht bashkëpunimi fetar, të themi konkretisht, me diasporën, përveç simpoziume, çfarë presin në të ardhmen nga bashkëpunimet e tilla mes bashkësive fetare këtu në Maqedoni dhe diasporë? Zakonisht, do me thonë, më e rëndësishmja, lidhja që ne mbajmë me diasporën, përveç tjera është ajo e rëndësishme është aspekti shpirtëror. Ta ditë diaspora se, do me thonë, ne jemi me ata dhe ata realisht janë me ne. Ne jemi një trup dhe nuk guxojmë asnjëherë pra të ndahemi nga njëri tjetri. Bashkëpunimet janë të shumashme, qoftë edhe në aspekt do me thonë simpoziumeve shkencore, vizitave të vazhdueshme, botimeve të përbashkëta, edhe në aspekt të botimeve prap diaspora nuk është se, do me thonë, stagnon në këtë pikë. Gjatë atij simpoziumi shkencor që e përmendëm, më habiti fakti se vetëm xhamitë e Zvicrës kishin arritur që të botojnë më tepër se 100 tituj, që tregon gjithashtu se ata janë me vërtet shumë fuqishëm të orientuar në çështjet, do me thënë, të botimit dhe në aspektet tjera shkencore. Mos flasim pastaj se sa edhe botimet tjera, pra kanë edhe bashkësi tjera islame, si në Gjermani, ose Itali, ose Skandinavi, Amerike, kështu me radhë, vetëm si bashkësi islame, po pastaj kemi edhe shoqata tjera dhe institucione tjera, cilat, do me thonë, nuk janë fetare, por janë kombëtare. Pra, bashkëpunimi, si tham, është i detyrueshëm, sepse ne u kemi borxh atyre, që t'jemi gjithmonë afër, jemi pjesë e përbashkët, dhe çdo ndarje në mes neve dhe atyre do t'ishte e dëmshme edhe fetarisht, gjithashtu do t'ishte e dëmshme edhe kombëtarisht. Mund të na thoni se shpeshherë ju kemi parë në rrjetet sociale që bëhet ndërtimi i xhamive pikërisht nëpër Evropë, në diasporë. Çfarë do të thotë kjo për juve, pasi që dhe ju jeni drejtor në sektorin për diasporë? Zakonisht kur vizitojmë qendrat islame në diasporë dhe shohim se sa fuqishëm janë të organizuara, sa shumë kontribojnë, do me thonë, qoftë për blerje xhamish apo për ndërtim xhamie, këto janë momente që na inspirojnë dhe na bëjnë me dije me të vërtetë se Islami por edhe identiteti kombëtar, do me thonë, vazhdon të jetoj fuqishëm në diasporë. Dhe sikur na frymëzojnë, na japin shpresë se elhamdulillah do të kemi të ardhme të ndritur atje. Dhe edhe përkundër asaj se ata jetojnë me mallin e vendlindjes, ata jetojnë me presionin e integrimit në ato shoqëri ku jetojnë me presionin e edukimit të familjes së tyre mbi bazat të traditës fetare dhe kombëtare, me gjithë këtë presion që ata e kanë, përsëri arrin që ta ruajnë fenë e tyre, arrin që ta ruajnë traditën e tyre kombëtare, arrin që të ndajnë nga më e shtrenjta e tyre, nga pasuria e tyre, pasuri për të ndërtuar xhami, për të blerë objekte që pastaj do i shndrojnë xhami e kështu me radhë. Pra, realisht teksa i shikon ata se sa fuqishëm janë të organizuara, sa mirë dhe sa kontribojnë për çështje fetare dhe kombëtare, të mbushet zemra me besim dhe me shpresë se inshallah muslimanët dhe shqiptarët që jetojnë në diasporë kanë një të ardhme të ndritur, për arsye se ata përveç që kontribojnë fuqishëm për vendin tonë, siç tham, ata janë edhe një faktor shumë i rëndësishëm integrues edhe në shoqëritë ku ata jetojnë, dhe kjo na bën krenar sa herë që i vizitojmë ato vend. Zotri Mafiz, mund të na thoni sa ka projekte konkrete që synojnë përfshirjen e diasporës në botime, përkthime apo aktivitete shkencore islame të ngjashme me këtë projekt, siç është simpoziume të tilla, por edhe vepra të mëdha të përkthehen në gjuhën shqipe? Me thonë, ne jemi në fazë të bisedimeve për të bërë edhe projekte të këtilla botimesh. Siç tham, e përmend edhe më herët, pra vetëm Zvicra ka më tepër se 100 tituj të botuara, që tregon se me të vërtetë atje ka përgatitje profesionale të hoxhallarëve, të cilët janë të gatshëm të japin kontribut shumë të fuqishëm këtë drejtim. Dhe realisht neve na vjen mirë kur e shohim se kuadrët më të mira, të me thënë, të hoxhallarëve, të imamëve, të intelektualëve, gati se na kanë dalur në perëndim,
sa është e dhimbshme për ne që jemi këtu, aq është e dobishme sepse edhe besimtarët që jetojnë në diasporë kanë nevojë për të pasur njerëz profesional që do t'i udhëzojnë dhe orientojnë ato, por gjithashtu edhe do t'japin kontribut për dijen fetare islame në përgjithësi. Prandaj edhe ka projekte atje që zhvillohen, për shembull është edhe përkthimi i El Mepsutit, është në fazë, është gjithashtu një literaturë bazë hanefite që është në proces përkthimi, që neve si Bashki Islame mundohemi që të krijojmë edhe bashkëpunime qoftë me përkthyes të atjeshëm me hoxhallar, të cilët bashkarisht do të kontribuojmë që të sjellim për lexuesin shqiptar vepra të cilat janë të rëndësishme, jo vetëm të medhhepit, siç është ihtiari, por edhe të lëmive tjera, siç janë për shembull në çështjen e komentimit të Kuranit, në çështje të besimit apo apologetikës islame e kështu me radhë, pra në mënyrë që lexuesi shqiptar pra t'i ketë afër vetes të gjitha literaturat bazë të dijeve islame, të gjitha fushave. Jemi pra në bisedime për shumë çështje, disa janë edhe në zhvillim në projekt dhe inshallah besojmë se do të kurrizohen të gjitha këto me sukses. Kështu që ne jemi këtu, ne ju presim për gjitha projektet që do i keni. Dhe në fund, zotëri Mafiz, cili është mesazhi juaj për besimtarët dhe lexuesit dhe për publikun e gjerë? Padyshim mesazhi jon do të ishte ajo që na jep edhe vetë Zoti, kur na thot lexoni në emër të Zotit, lexoni, studioni, ulumtoni. Pra të gjitha këto përkthime të veprave ose edhe vepra tjera të shkruara janë me qëllim që ne t'i lexojmë ato. Dhe nëse duam që të zhvillohemi, nëse duam që ne të aftësohemi edhe më tepër, qoftë në aspekt profesional, por qoftë edhe në aspekt të dijeve të përgjithshme, është shumë e rëndësishme që të lexojmë, sepse fatkeqësisht sikur kohës së fundit dëshira dhe vullneti për lexim sikur ka ra, neve nuk guxon të na ndodhi kjo, sidomos neve si shqiptarë dhe si musliman, për arsye se ne jemi popull i leximit. Zoti urdhrin e parë në Kur'an që na jep të lexoni, sikur na bën me dije se nuk mund të dilni nga errësira në dritë, nuk mund të zhvilloheni, nuk mund të keni progres përveç nëse i qaseni leximit, studimit, hulumtimit. Prandaj edhe përgjithësi ne si Bashki Islame përveç sferave tjera jemi shumë të përkushtuar edhe në çështjen e botimeve. Gati se çdo vit Bashkia Islame boton më tepër se 20 e sa tituj të ri, pra që tregon se edhe përkundër vështirësive tjera për të mirëmbajtur institucionet tona edukative arsimore, përsëri ne ndajmë edhe nga ato pak financa edhe për botimin e literaturës shqipe, në mënyrë që lexuesi jon të ketë literaturë, të ketë mundësi që të edukohet dhe të arsimohet edhe në aspekt fetar, por edhe më gjerë. Prandaj, si mesazh le të jetë që t'i qasemi sa më shumë leximit, nëse duam të jemi të suksesshëm edhe në këtë botë, por gjithashtu të jemi edhe nga ata që janë të lavdruar te Zoti edhe në botën tjetër. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë dhe për gjitha këto informacione si dhe për projektet në të ardhmen dhe për mesazhin në fund që dhatë për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve, Zoti ju shpërbleft për mundin dhe kontributin që e jep.